Kur jemi lajm? Përshëndetje të gjithëve. Jemi këtu në sheshin përballë kryeministrisë. U bë dita e 7 sot, po mbyllet dita e 7 dhe po vazhdojmë pa ndalur në protestën tonë. Tashmë më kanë bërë me dije nga policia e shtetit që duhet të lëshoj sheshin se do bëj protest Partia Demokratike. Kjo është e pa konceptueshme, nuk e di si i trajtojnë njerëzit si në apartheid, do me thënë qytetari dorës së parë dhe qytetari dorës së dytë, ndërkohë që ne në këtë javë kemi dëshmuar rezistencë, kemi dëshmuar seriozitet dhe tashmë janë bashkuar qytetarë të ndryshëm që mblidhen çdo ditë dhe bëjnë atë ritualin e forumit qytetar. Nëse e vini re aty në shesh, kthejere gjithë lutem te generatori. Ka generator, ndërkohë që ne doni na heqni generatorin. Ka zënje të sheshit. Ja urdhë. Do me thënë, dale. Do me thënë. Afro me karrige. Le të na mujë me gjithë karrige. Ky është shteti Edi Ramës, që do netën e heq se do dikush tjetër të protestoj që Edi Rama tjeti qetë. Se ata janë bashkë. Nuk ka fuqi që e ndalë do të reagimin qytetar, na hoqën çadrat, na hoqën generatorët, tani duan të na heqin dhe fizikisht. Pse? Se duhet dikush tjetër të protestoj, po ne qa po bëjmë këtu? Kujdes nënën e vjetër atje, kujdes nënën e shemoshuar, mos e prekni. Merrni me gjithë karrige, me gjithë karrige. Ja, i këti thot protestojnë ata. Tur. Doriqu. Hajde puga unë ti thash. Futu mes. Kjo është qeveria e Edi Ramës. Da janë bashk. Hajde me muti, futu tuti. Kalon mes tash, ti në mes. Jo, lem. Mos e prek ti me dorë. Lem. Mos e prek me dorë, se jemi jashtë gardit. Mos e prek me dorë, se janë protestues jashtë gardit. Mos e prek me dorë. Lere politik. Jemi jashtë gardit. Lere, s'ka gjë. Nuk i duan njerëzit e lirë këta. Qarë të ndihmojnë, të shtynë ti. Mos na i shtyni njerëzit. Me zemër do të rria, ka gjithë. Kini kujtë ju jeni përgjegjë. Qa ta marë, si ta marë, pse e ju ti si brutal. Ti pse e ju në ashtu ti, se o bëtit e disajt. Ti, o gangster, ti gangster me uniform. Ti. Kujdes! Adrati! Po mos e fortoj, mos! Hapo! Ti! Ikse vrat! Ti! Nuk të harroj fitirën ty! Ti ke 4 ditë ti! Maskara! Shduku ti! Burini! Tani përishën e sotit! Ja pisi radhë. Tuke unë mos mundak, tuke unë! Tuke dorën mos prek se jam kanë, dik! Çfarë më tesh me zemër? Policia e shtetit do ftoni ambulancën. Ka ty kohë. Avash.
Vash. Falë burr! I tret këmbën! I tret këmbën! I tret këmbën! Si u vjet turp. I thyt komën burri tuaj aty më na skuqë. I tret këmbën! Lekëna! Se se do vi sali ju këtu! Na keni qarë kokën! Pushaj! Ai me gonin. Qa pari, mor? A se s'ka ambulans. Qa bëm? Qar u bëm, mor? Qar u bëm, mor? Oj të rëm! Qa do qa të rishë, mor? O, pizet, kokë! Oj të rëm, o, pizet! Të viktor, mor, e! Të dojë të ti që të të në Hej! Shme telefoni ishtë timur. është timur. Por është telefoni imur. I gande. Femra! Të gjithë. I gande. Merë karike të luni kështu. Të gjithë. Merë karike të luni për një. Dorina! Dorina! Të visoj! Dorina! Merë karike në unë. Të gjuar. Turp të të vinë. Merë një karike të luni për një këtu. Me një tjetë. Me një karike e donat edhe ullu këtu. Andi, merë karike atje si u këtu. Është e madha ajo, me pa të tjetër. S'është e madha ajo. A e thirrët ambulancën për çabat? A e thirrët ambulancën për çabat? Apo e leni aty? I theni kamën qytetarë që proteston? A jeni njerëz? A e thirrët ambulancën ju? A e thirrët ambulancën? Pse rini ashtu? Si a thani kamerë dhe rini ashtu? Shojeni! Shojeni të spitali! Pse shikoni si hujt gardhe! Skaj se ka pasaportë angleze. Është
Miq, miq, sot miq, pasi ditën e parë nuk na lanë për çadrën, pra për çadrën ditën e dytë, pastaj nuk na lanë gjeneratorin, ndërkohë që sot është lënë gjeneratori aty. Sot na hoqën me dhunë nga trotuari ku kemi një javë që protestojmë me argumentin që do vit protestoj Sali Berisha. Unë nuk e di në jetoj në apartheid apo jetoj në një republikë në mes të Europës, ku kam të drejtën kushtetuese unë dhe çdo qytetar të protestoj në çdo pjesë të territorit. Kemi qenë shumë paqësor dhe fuqia e kësaj proteste ka qenë rezistenca. Nuk kemi cënuar asnjë njeri të drejtën e askujt, nuk kemi cënuar asnjë punonjës policie, ndërkohë këta që nuk na sonë korrent ne, lejojnë generatorët për të tjerët. Këta që nuk na lanë ne ta zinim rrugën e bulevardit, lejojnë të tjerë të vinë në bulevard. Këta që na trajtojnë si në apartheid, a thua se ne jemi qytetarë të dorës së dytë. Ky është regjimi i Edi Ramës dhe kjo polici në segmente të caktuara të saj është ndotur nga element të krimit. Më vjen pafundësisht keq për ata oficerë të ndershëm policisë që u ashon në sy trishtimin, për ata punonjës, ato vajza, ata djemë të ndershëm që u ashon në sy trishtimin. Më dhëm zemra që vendi ynë është në këtë gjendje dhe është e padrejtë totalisht që të mos të lejohesh të shprehesh revoltën tënde me mjete demokratike. Të më thot një qytetar i Tiranës sot, çfarë kemi bërë ne në këtë republikë që të mos lejohemi të protestojmë me dinjitetin ton, përse gjithë ky angazhim i madh për ta zhbërë patjetër këtë qendres të denjë të rinisë shqiptare. Përse? Kjo është republika që kanë ndërtuar. Shikojeni çfarë i ndodhi Agronit. I kanë thyer këmbën Agronit. I kanë thyer këmbën dhe nuk vjen ambulanca. Pse? Se bëri. Hajde me mua. Këto ishin mjetet e krimit ton, ja urdhë karriget i thyen. Këto i thyen karriget. Këtu me mua, këtu. Ja bombat Molotov. Ja bombat që kanë sjellë qytetarët, këto janë Molotovët tonë, ndërsa këto janë raketat tona, raketat që do sulmonim kryeministrinë e Leshit, të preshit të këtij shkërdatës. Këto janë mjetet tona, ja këto janë. Këto janë, ja, shikojeni tanket. Ja tanket tona. Tanket tona, ja, shikojeni. Helmet që do mbysin Edi Ramën. Kjo është Republika e Vjerë e Edi Ramës. Adoni Bilbiloj. Ju do t'ishtë këtu të nga mbronit ne! Ju t'na sulmonit ne! Na këta, se na kanë portet. Jepi atë dorit, jepi atë donës. Këtu jam, këtu. Ne kemi prej një javë që protestojnë pajësisht, që rrim pajësisht këtu, që vazhdojmë rezistent këtu, dhe largohemi ne se protestot Sali Berisha. Largohemi ne se e burdhë Edi Rama. Dhe ju dhunëri qytetarët se e burdhër Edi Rama dhe Sali Berisha, po tur për t'ju vitë tur. Haram. Po ku e pat dhunën ju, ku e pat problemin të ne? Ne kemi një javë që jemi këtu në shosha, a i ka ndodhë gjë kësaj kryeministrie, a i ka ndodhë gjë këti ambienti. Se kush ka drejt protestojnë këtë vend, vetëm këta dy kanë drejt, ne tjerët jo, ne tjerët du të nasim, ne tjerët du të vdesim. Po hajde i mërë këtu, mos rini aty. Ata
Ata s'du t'ja din as për ju, as për as njerin për jush. S'du t'ja din s'ka se kanë dit kur ata për ju. Se s'do ishit tani rresht, duhet ishit këtu more, këtu me njerëzit. Po t'ju vit turp more. Si e bëni gjumin e qep, si flini natën. Qa u thoni fmive tuaj, qa u thoni pritërve tuaj. Foli Edit se s'kan faj këta, jo, këta janë për një... Po Edi, qa ti them Edit? Ti them Edit dhe Berishës që mendojnë që ne do të rhiqemi. Nuk është faj këtyre, foli aty në skarajt. Së është faj këtyre, unë i kuptoj këtë. Do them, Nuk është faj këtyre, lere, s'ka faj polican. po dhe këta mërshëtit një ambulancën, mërse... Nuk vjen ambulanca për ne, jo, nuk vjen ambulanca. Normal që s'do vi për ne ambulanca. Një pyetje kam për ministrin e rendit, për atë sonjën që e quan veten eksperte. Cili është ndryshimi midis lejes tonë protestimit dhe lejes Partisë Demokratike? Të dalit ta sqaroj publikisht. A ka ndryshim midis lejes tonë dhe lejes Partisë Demokratike? Një pyetje kam për Sali Berishën. Sa ai është mësuar që t'i fusi vlezit gjak njëri me tjetrin. Bravo! Ne jemi këtu për të përleshur as me policinë e shtetit që drejtohet nga Dirama, as me ata vlezër dhe motra që do vinë këtë qesh për të protestuar për mendimet e tyre. Ne jemi këtu për parimet tona. Jemi këtu për ato që na mungojnë çdo ditë në jetën tonë të përditshme. Bravo! Jemi këtu për ilaçet që mungojnë në spitalet tona. Jemi këtu për cilësinë e jetesës. Jemi këtu për cilësinë e ushqimeve. Jemi këtu për pjerat kimike që janë një standardi. Jemi këtu për çdo aspekt të jetës që jemi si në vendet e Afrikës. Jetojmë në Europë, por jetojmë si në Afrikë. I drejtojmë këtu e Tiranës. Hiqe dhunën, dalë dhunën, lëri njerëzit protestojnë. Nuk mundet shumë të kosh në Europë, sepse Europa është e lirë, Shqipëria nuk është e lirë. Në një vend ku minimumi të protestosh nuk lejohet. Imagjinoni të kesh pronë, vjen ta prish, nuk t'jep asnjë letër. Ti me leje provizore, dorton, me djerës, shtesa ansore, po të lishme, se ke për me leje, vjen ta prish pa t'oftuar, ku janë qytetarët e Tiranës që prishu dortesat, bashkohuni më të arrëzojmë, nuk e të rëzojnë dot, as Sali Berisha, as te, e rëzojnë vetëm një gjë, atë e rëzojnë, e rëzojnë vetëm rezistenca jonë, e rëzojnë populli. Duhet të rëzojmë të njëri që në ka marrë pek. Imaginoni sa për tjeta. Duhet të minuta do një ambulancë të fi. Deri në bandin e gjallë. Imaginoni tjetë të plasë. Imaginoni tjetë të këtë tjetër. Imaginoni tjetë të shanë. Nuk vje kur për që t'i vdes. Shikresja kanë shty kam. Policia shtetit këto. Atë që ta garantojë të gradë të dubim. Ka që mas jore me mani ju. Jeni një frim kamen protestues. Vlezër, kjo qeveri po fut në shërë vlezrit me njëri tjetrin. Ne nuk kemi gjë kundër protestueshve. Ne jemi pra protestus kundër qeverisë e Tiranës. Ne duam që kjo qeveri i korruptume të bisa më shpejt, se për ndryshe, kjo ka me thyme nuk ja ka bërë asë një qeverie, nuk ja ka bërë asë Tiranës, asë ministrin brendshme, asë një ministrin korruptum. Ta që e kamerë në të? Ta që e kamerë? Anton.
Vëllezër e motra, kam një thirrje për ju. Me qënë se shteti nuk na garanton të drejtën për të protestuar aty ku ne prej 7 ditësh jemi të vendosur, ne për këto 2 orë, për të posur për plas me vëllezërit tanë, të cilët do vinë sot për të protestuar këtu, do të zhvendosemi në të djathtë të protestës. Dhe do të qëndrojmë aty derisa të mbarojmë këta. Pastaj do të kthehemi përsëri këtu dhe do ta vazhdojmë rezistencën tonë, ku i bëjmë thirrje të gjithë atyre që do vinë sot, por të ata që na ndjekin nga televizori, të na bashkohen në rezistencë, të na bashkohen në këtë protestë, të pandalim derisa kjo qeveri të japë dorëheqjen dhe të hap rrugën vendit për të patur një qeveri teknike ose tranzitore, derisa këtu të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sure, I can leave the hospital. We have one main hospital and I have